Tani shpejt unë të bëj një video që të ndaj disa shpjegime pak a shumë të avancuara, sepse një nga vajzat e cila ka punuar shumë me mua ndër vite, ka qenë më vonë pjesë edhe e stafit, asistentja ime personale. Po më shkruan dhe tha që ndjej një ngjecje dhe dua të filloj atë trajnimin që do bëj atë trajnimin avancuar, sepse unë në plan kisha të bëja një trajnim të avancuar spiritual, por nuk e nxora këtë periudhë, edhe pse trajnimi ish gati, unë nuk e ofroj. Dhe përgjigjja ndaj saj ishte, "Okej, ke ngec edhe ti te Gracka." Është krijuar kjo Gracka e spiritualitetit modern. Injoroja atë gjën e shëmtuar, duhet kujtojmë të heqmë qira fjalë më shpif. Është kjo Gracka e spiritualitetit modern që kur ne ngecemi këtu në tokë, kur ne ngecemi nuk sjellim dot trupin në terezi, kur ne ngecemi nuk përballemi dot me disa limite që duhet i vendosim një familjari apo dikujt, kur ne ngecemi edhe nuk marrim dot drejtimin për karrierën tonë ose për biznesin, pra kur ne ngecemi dhe nuk e zgjidhim dot një çështje të caktuar spirituale, mentale, emocionale, ne duam të arratisemi. Dhe është krijuar një derë e vogël aty për të arratisur që është spiritualiteti. Problemi është i tillë që spiritualiteti është ofruar si një derë për arratisje nga shumë njerëz që ofrojnë spiritualitetin. Edhe ndoshta gabimisht mund ta kem bërë dhe unë këtë gjë, vetë te vetja ime, ndoshta e kam bërë dhe për studentët, por kur kuptova që po e bëja dhe vetja ime, ndalova së ofruarja të spiritualitetin, që të kap si një grack dhe të mban aty peng dhe nuk të lejon të jesh e rrënjëzuar në këtë realitetin në tokë, të jesh me këmbë në tokë dhe ta jetosh këtë realitet siç duhet. Sa herë ti ndjen bllokimet e vetja dhe nuk di se si po të ecën jeta, çfarë duam të bëjmë ne? Të mbyllim syt, të futemi në meditim dhe të kërkojmë aty në ato gjërat e avancuara spirituale zgjidhjen. Po zgjidhja e vetme që ti mund të gjesh, sidomos kur je në realitetin këtu në tokë, zgjidhja e vetme është nga aksioni, nga veprimi. Veprim jo domosdoshmërisht që lëviz trupin, por edhe veprim që kthen fokusin te vetja. Sinqeriteti me veten, aftësia për të analizuar veten. Shumë njerëz kanë punuar me mua te trajnimi përtej limiteve njerëzor. Dhe te ai trajnim kemi arritur të shikojmë përtej perdes. Vendoset një perde midis këtij realiteti dhe atij realiteti, midis këtij dimensioni dhe dimensioneve të tjera, midis këtij niveli vetdije dhe niveleve më të larta të vetdijes. Dhe kur ne shikojmë një herë përtej perdes, ne na pëlqen ajo gjë që shikojmë aty, por ne harrojmë që këtu në tokë jemi për të qenë njerëz. Këtu nuk jemi vetëm të ulemi të meditojmë, këtu jemi edhe ta jetojmë jetën plotësisht. Jashtë meditimit çfarë ndodh? 10 minuta meditim, gjysmore maksimumi mjafton. Edhe gjysmore është shumë, 10 minuta, 5 minuta, mbyll syt, ktheu te vetja, puno me frymarrjen, aktivizo sistemin nervor parasimpatik, qetësoje trupin tënd, hap syt dhe premtoj vetes që do jesh një element pozitiv, do jesh një rrezë drite sot, pasi ti hapësh syt. Por do jesh i pranishëm, do jesh i pranishëm, nuk do jesh pezull në këtë realitet. Ne nuk jemi këtu të jemi pezull, ne jemi këtu të zhytemi plotësisht. Të shkojmë ta shtyjmë fëmijën te ajo lëkundësja kur loz fëmia. Të shkojmë të zhytemi në det të notojmë, të vendosim muzikë dhe të kërcejmë, të gatuajmë ushqimin ton duke i parë perimet, çfarë ne presim, çfarë ushqimi përgatisim, ta shijojmë ushqimin në gojë. Jo vetëm duke mbyll syt, duke izoluar veten nga ky realitet, por duke i hapur syt dhe duke u zhytur në këtë realitet, sepse për këtë arsye ti je këtu. Nëse ti ke bllokime emocionale, nuk ti zgjidh arratisja spirituale. Nëse ti ke probleme me programimin mendor, nuk ta zgjidh arratisja spirituale. Ma beso. Në fund të vitit 2024, më shumë se 6 muaj, unë kam qenë plotësisht e arratisur, kam qenë më shumë në astral se sa në tokë. Dhe problemet e mia se erdhën dhe u zmadhuan, sepse lëmshin që ne kemi në shpirt, në mendje, në trup, e zgjidhim vetëm kur jemi prezent këtu në këtë moment. Dhe në këtë moment, vetdijen që të ka dhënë Zoti, universi, krijuesi, quaje si të duash, këtë nivel vetdije ta ka dhënë të përshtatshëm me këtë realitet. Ndryshe do të jepte një nivel vetdije që s'do duhej fare të ishe këtu në tokë. Por e ka zvogëluar aftësinë tënde, kapacitetin tënd për të parë përtej perdes, e ka zvogëluar me këtë qëllim që ti të kufizohesh këtu për momentin. Zgjidh një herë lëmshin që ke këtu, pastaj zgjerohu aty më tej. Unë jam shumë dakord me bashkëjetesën. Të bashkëjetoj një eksperiencë toksore me një eksperiencë spirituale.
Por një spiritualitet i shëndetshëm që lidhet dhe me besimin në Zot, që lidhet dhe me besimin në diçka më të madhe se ne, por në të njëjtën kohë që lidhet ky lloj spiritualiteti dhe me veprimin, me aksionin, pra të marrim përgjegjësi për jetën tonë, për veten tonë. Unë kam përshtypjen që ti kërkon të jesh shumë spirituale sepse nuk ke guximin të marrësh përgjegjësi për të zgjidhur jetën tënde, për të dhënë drejtim jetës tënde. Dhe këtë gjë e kam vënë te vetja ime, dhe unë dua të jem e sinqertë me veten, por mbi të gjitha me ty. Unë e di që në aspektin financiar, nëse unë atë trajnim do e nxirja direkt tani në këto momente, do jem e sinqert me ty. Nuk e ke idenë se sa njerëz ma kërkojnë që ta bëj këtë gjë, ish student të mit, po dhe njerëz në rrjetet sociale që më ndjekin, duan, sepse unë kam përjetuar shumë gjëra për te këtij dimensioni. Kam evoluar shumë. Por në aspektin shpirtëror të evolimit tim dhe të ndërgjegjes time nuk do isha ai që ta ofroja tani. Tani astrali është një fushë beteje dhe unë jam e vetëdijshme për këtë. Dhe unë nuk mund të çoj njerëzit nga një lëmsh në një lëmsh më të madh. Unë dua t'i mbaj njerëzit këtu me vetëdijen time dhe shembullin tim, të jap shembullin tim dhe ta zgjidhim, të kthejmë trupin në terezi. Të qetësojmë dhe ta pastrojmë mendjen, të rregullojmë atë lëmshin emocional, të jemi më të pranishëm për fëmijët tanë, për partnerin ose partneren, pra të jemi më prezent këtu në tokë dhe pastaj e zgjerojmë. Pastaj kthehemi sërish te spiritualiteti. Nuk po them që ti duhet ta shkëpusësh, ta presësh me thik. Nuk ka gjëra të ndara, gjërat ekstreme, gjërat që them kurrë asnjëherë apo gjërat që zhyten plotësisht. Nuk është se jam shumë dakord. Unë dua ti shikoj gjërat në bashkëjetesë, po të shëndetshme. Të jesh këtu me këmbë në tokë, plotësisht me këmbë në tokë, ta jetosh këtë realitet siç duhet, në të njëjtën kohë të bësh meditimet e tua, të manifestosh, të testosh veten tënde. Patjetër të marrësh sinjale nga universi, nga ëngjëjt, nga Zoti, quaje si të duash ti. Por duke qenë prezent këtu në tokë. Shumë njerëz ju mungon guximi për të qenë. Nuk din si ta jetojnë jetën në tokë. Nuk din, harrojnë. Humbasin rrugën, ne njerëzit manipulohemi shumë lehtë. Ne manipulohemi shumë lehtë. Kjo është arsyeja që unë nuk ju kam futur në meditimet e avancuara. Kjo është arsyeja që unë nuk e kam bërë atë trajnimin e avancuar, sepse nuk është momenti. Unë, për mua si jona me intuit, nuk është momenti. Nuk është momenti sepse tani më shumë se kur mbas një cikli 5 vjeçar që njerëzit kanë eksperimentuar kudo në spiritualitet, plotësisht e kanë humbur drejtimin dhe janë shkëputur nga toka, nuk dinë se si të jenë me rrënjë në tokë. Dhe kur them rrënjë, ato rrënjët e shëndetshme, që të jesh një me natyrën, të kesh natyrë njerëzore, jo natyrë robotike. Edhe ndonjëherë spiritualiteti pa e kuptuar të largon nga natyra jote e vërtet, kur është një spiritualitet toksik manipulues. Mund të bashkëjetoj me kristalet, mund të bashkëjetoj me meditimet, mund të bashkëjetoj me një pastrim energjie me Palo Santo, me teknikat e manipulimit të energjisë, të pastrimit të energjisë, mund të bashkëpunoj dhe një qiri që ti mund të ndezësh në kish apo të shkosh në xhami. Edhe një lutje që ti bën ndaj Zotit. Në ato meditimet e tua të thella që ti kërkon vazhdimisht të kuptosh psen tënde, bashkëjeton edhe ajo letra dhe ai lapsi që ti shkruan dhe aty mund të dali pseja jote. Bashkëjetesa e shëndetshme. Ne kemi ardhur këtu në tokë. Jo ta kufizojmë veten. Jo ta kufizojmë veten të bëjmë çdo gjë që thot Bibla apo Kurani. Ne do bëjmë atë që na ndjen zemra. Atë që ty ta ndjen zemra. Nuk do i vendosësh vetes limite në krijimtari, por në çmenduri, në manipulim, duhet ndonjëherë të vendosësh limite, sepse nëse ti nuk i vendos limite me intuitën tënde, atëherë humbet rrugën sikurse ti e ke humbur. Spiritualiteti modern i ditëve të fundit, i viteve të fundit, kam bërë një video para 3 muajsh, as vetë nuk e di pse nuk e postova dhe tani më kujtua. Kam qenë rrugës, në fakt për një udhëtim dhe është diku te 5 minuta video, duhet ta gjej ta postoj. Dhe isha duke thënë që ky spiritualiteti modern shumë njerëz i bën ta humbasi rrugën. Ne mendojmë në pamje të parë që ne po e gjejmë rrugën. Jo, mjafton ta dish misionin cili është, ama ktheu këtu në tokë dhe jetoje. Ja mësove ti misionin, ama duhet të kthesh këtu në tokë dhe ta jetosh. Dhe ato bllokimet e tua emocionale nuk zgjidhen ku po vajte në Akash. Nuk zgjidhen po vajte në vende të cepa të ndryshme të astralit. Nuk zgjidhen, as po takove veten tënde më të lartë. Ato zgjidhen po takove brëndësinë tënde, atë fëmijën e vogël brenda teje, sepse të gjitha ngecjet njerëzore toksore kanë ngel te fëmia i brendshëm. Te ajo periudhë e jetës. Dhe thjesht po përsëriten, cikli është krijuar në fëmijërinë e hershme, qoftë cikli në sistemin tënd nervor në formë energjie, qoftë cikli modeli i mendimit i bindjes në mendjen e pavetdijshme, atëherë është krijuar dhe tani thjesht përsëritet dhe manifestohet në situata të ndryshme. Dhe nëse ti ndjen që kam një bllokim, po nuk të ndihmon të futesh e të kërkosh aty lart ç'a ndodh. Duhet ta zgjidhësh këtu atë bllokim. Unë do jem shumë e sinqertë. Periudhën që unë ndjesha e përhumbur,
e vetmja zgjidhje që u shfaq menjëherë para meje dhe vërtet ma tregoi rrugën ishte aktiviteti fizik. Unë tani që jam shumë pipesh, po përpiqem ta gjej sërish atë rrugë dhe dua të jem në një trup të shëndetshëm dhe ky është i vetmi mundim që unë kam në këtë periudhë. Përpiqem të ndahem në 2 copa, një të jem nën për fëmijën tim sepse është një fazë evolimi për vajzën që po ja del shumë mirë, po duhet jem aty prezente, dhe pjesa e dytë e imja është kjo që të rikthej trupin tim në formë. Nuk më shpëtoj asgjë nga ato gjërat spirituale. Unë i adhuroj gjërat spirituale dhe ti e di nëse ke vite që më ndjek. Unë i bëj praktikat e mia spirituale. Por rrugën këtu në tokë ta tregon përballja me veten, të bësh aktivitet fizik. Edhe mos harro që edhe kjo është një praktikë spirituale, sepse qarkullon energjia nëpër meridianet e tu dhe vijnë mesazhe dhe çlirohen bllokime emocionale dhe dalin në sipërfaqe shumë gjëra të patrajtuara. Qoftë në formën e një mendimi, qoftë në formën e një ideje, qoftë në formën e një shpërthimi emocional. Krijo gjëra fizike të prekshme. Krijo, duke manifestuar patjetër, por të lutem mos u arratis. Mos u arratis. Për këtë temë do flas edhe në një moment që unë ndihem e qetë, edhe në një moment që do kem mundësi të flas mbi 1 orë për këtë çështje, që t'i ndaj të gjitha këndvështrimet dhe perspektivat e mia, sepse nuk mjafton një video 10 minuta. Në një video 10 minuta mund të kryen edhe hapësira për keq kuptime, por unë mendoj që ata që e morën mesazhin e morën. Të dërgoj shumë dritë. Ne vërtet jemi krijesa spirituale në një trup fizik, por detyra jonë është ta mirëmbajmë këtë trup fizik dhe t'ja lejojmë këtë eksperiencë shpirtit. Pa trupin fizik, shpirti nuk do ishte këtu, se nuk ka se si të jetë këtu. Kështu që kaq për momentin, trajnimi spiritual, për të gjithë ju që më shkruani, nuk jam gati ta ofroj. Nuk jam gati sepse nuk jam gati ta ofroj. Çfarë unë jam gati të ofroj janë gjërat konkrete që vërtet japin drejtim jetën në moment. Trajnimi është i gjithë i përfunduar. Janë shumë module, shumë i avancuar. Kur unë të jem gati dhe kur unë të marrë sinjalet që ka ardhur momenti që vërtet kjo gjë do jetë vlerë e shtuar te njerëzit, jo ti bësh më shumë lëmsh, po do jetë vlerë e shtuar te audienca, atëherë unë do ofroj. Por deri atëherë qëndrojmë këtu me këmbë në tokë. Menaxhojmë emocionet, ndryshojmë mendimet, bëjmë aktivitet fizik, ushqehemi shëndetshëm, kërcejmë, shijojmë fëmijën, përqafojmë bashkëshortin, bëjmë këto gjëra toksore për të cilat Zoti na ka sjellë këtu që t'i bëjmë. Të dërgoj shumë dritë dhe shihemi në vazhdim.